يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فالندريمي تكون الله عز وجل atë e falenderojmë prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë selavatet ja çojna Muhamedit sallallahu alaihi wasallam familjes së tij shokëve të tij dhe krejt muslimanëve që e kanë pasuar e pasojnë dhe ndjekin rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Vëllezër të dashur musliman xhamatin të nderuam, kjo është dersi ose hutbeja e 7 me radhë që do të flasim për respektin ndaj prindërve. Edhe ta shohim se si dini Islam na ka urdhëruar, ka obligu që ne të sillemi mirë me prindërit tanë. Po e fillojna me një ajet i cili është në suratu Al-A'raf, një ajet që Allahu Azza wa Jalla flet për disa njerëz në ditën e gjykimit, të cilët njerëz do të mbesin mes xhennetit dhe xhehenamit. Mbesin mes xhennetit dhe xhehenamit. Me një mur të madh dhe ata mbesin aty përmi. Edhe i shikojnë anës, i shikojnë njerëzit në xhehenam dhe i njohin si figura, o Zot runa për këtyre njerëzve. Edhe i shikojnë palën tjetër nga xheneti, o Zot kanë qef me kanë prej tyne, por ata një herë kanë mbet asanej kush janë këta njerëz. Allahu Azza wa Jalla këta i përmend në Kur'an kur thotë: "Wa bainahuma hijabun wa 'ala al-a'rafi rijalun ya'rifuna kullan bisimahum." Thëtë Allahu në mesin e tyre është një muri i madh dhe ata janë mbi atë muri dhe që i njohin edhe njerëzit që janë xhennet, edhe ata që janë xhehenam, këta i njihen. Wa nadaw ashabal jannati an salamun aleikum lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Kur i shikojnë banorët e xhenetit, këta njerëz që kanë mbetash asani, edhe kur i shikojnë banorët e xhenetit i thonë: "Selam aleikum o banorët e xhenetit." Kanë qef me kohët Allahu ato, po nuk janë. Kanë qef me kohë, po këta kanë meta asani, i opin selam atyne. Wa idha surifat basaruhum tilqa ashabin nar. E kur e shikojnë tash banorët e zjarmit anën tjetër, ata thonë: "Qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumi adh-dhalimin." O Zot, mos na ban neve sikur këta. O Zot, mos na çon neve tek vendi i tyre runa. O Zot, mos na ban edhe neve prej zullumçarëve. Vazhdon ajeti. Një farë debati tani bëhet mes atyne që mos më gjasë nuk është këtë tema kjo, derisa në fund Allahu i thotë: "Udkhulul jannata la khawfun aleikum wala antum tahzanun." O ju njerëz që keni mbet as në xhennet as në xhehenam, me mëshirën e Allahut, hini në xhennet dhe aty nuk do të frigoheni dhe aty do të keni frikë s'ka, edhe do të jeni të kënaqur aty. Dietarët pastaj kur kanë sqaruar se kush janë këta njerëz. Për ty në Ibn Abbas, Ibn Mas'udi, dhe disa dietarë të tjerë, Hudhaifa të tjerë, për sahabive, kanë thonë që këta njerëz, atë cilët janë? Këta janë disa njerëz që kanë bërë vepra të mira, por dhe për shkak të veprave të mira që këta kanë, në xhehenam, Allahu nuk i qënë. Por kanë bërë dhe vepra të këqija, po për shkak të këqijave të tyre, tash në xhennet, s'pe meritojnë me hi. Ju kanë mbetur veprat e tyre, as nuk ja kalojnë të mirat, e as nuk ja kalojnë të këqijat, kanë mes i baras. Për këta disa thonë janë këta njerëz. Ndërsa disa dietarë të tjerë kanë thonë se nuk është qëllimi të këta. Edhe pse edhe ky zbërthimi i dytë kyçet me këto të parin, por thonë a din kush janë këta që kanë met asanej. Cilët janë këta? Kanë thonë këta janë disa njerëz, disa burra, të cilët kanë shkuar edhe në luftë, në xhihad, kanë shkuar në luftë në rrugën e Zotit. Shpirtrat e tyre i kanë dhënë për hir të Allahut. Kjo është kulmi. I kanë dhënë shpirtrat e tyre për hir të Allahut, por kur janë shkuar atje me luftu, s'kan marrë leje prej prindërve të tyre. E tash Allahu Azza wa Jall me krejt ato të mirat e luftës që kanë bërë për hir të Zotit,
nuk i lën me hinë xhenem se kanë jetën e tyre. Por në xhennet nuk po i lën me hi për shkak se nuk i kanë dëgju prindërit e tyre ose kanë shku në luftë pa lejen e prindërve të tyre. A e vëreni, deri kur kështu, ata tash janë në siklet në hall, deri sot kryhet gjykimi krejt. Zgot 1000 vjet deri sot kryhet gjykimi, ata kanë me met asanej në ethe deri dhe në frikë. Deri sot kryhet krejt, e pastaj Allahu i kap me mshijen e vet, edhe thot hajt hyni në xhennet. A e vëreni se këtu, sipas këtij komenti, se sa vlef të madhe ka prindi dhe urdhri i prindit dhe këshilla e prindit. Ndërsa disa dietarë të tjerë kanë thonë që këta njerëz janë edhe do të tjerë. Çfarë? Kanë thonë janë disa njerëz të cilët i kanë posur dy prindërit e tyre, por me njonin prej prindërve të tyre ja kanë dhënë hakun në sjell mirë me to dej atë. Ndërsa me njonin jo. Edhe sot e kësaj dite ka kësi njerëz. Ndoshta me nanën sillet mirë, po me babën as nuk i flet. Ndoshta me babën sillen mirë, nanën nuk do m'ja po syt. Unë një kësi figura. Domethënë që me nanën janë shumë mirë, po babën as nuk flet. Me babën as nuk i flet. E thonë disa mufesirin, zbërthyes të Kur'anit kanë thonë se këta njerëz tashti Allahu Azza wa Jalla për shkak të respektit të madh që ja ka bën njonit prej prindërve, nuk e çon xhenem. Por për shkak se ka respektu tjetrin, as në xhenet tashti nuk po çon edhe po i lën vjerë, që ashtu kohë të gjatë. Apo e shihni se si Allahu Azza wa Jalla i kushtoi rëndësi këtij urdhri dhe pejgamberi alayhis salam dhe të parët tonë që mos sjell mirë me prindërit tanë. Ndërsa disa prej dietarë të tjerë të mëhershëm, prej tyre Ka'b al-Ahbari prej të parëve, gjeneratës së parë, tha: "O ju njerëz, Allahu Azza wa Jall ka njëherë disa njerëzve që nuk sillen mirë me prindërit e tyre. Disa njerëzve që nuk sillen mirë me prindërit e tyre, Allahu ja shkurton jetën. Ja shkurton jetën e tyre. A dini tha pse? Ky sahabi po a dini pse? Për shkak që ja shkurton jetën që më shpejt me shku dhe mi kop dënimi i Allahut Azza wa Jall. Ndërsa, nëse disove ja zgot jetën, ja zgot disove që janë duke u sjellur mirë me prindërit e tyre, Allahu ja zgot jetën pse? Që me marr henez ma shumë prej sevapeve që po sillen mirë me prindërit e tyre. Ndërsa Wahb ibn Munabbih, edhe ky prej gjeneratave të para, tha se na ka orë neve lajm se Allahu Azza wa Jall i tha Uzairit alayhi salam. Uzairi, një që diskutohet ka qenë apo s'ka qenë pejgamber. Edhe tha, na ka orë neve tha lajm që Uzairit Allahu i tha: "O Uzair, tha birru walidayk." O ti Uzair, tha, sillu mirë me prindërit e tu. Fe inna man barra walidayhi radit. Se tha, kush sillet mirë me prindërit e tij, unë do të jemi kënaqur me të. Tha, wa idha raditu barakt. E nëse unë kënaqna me dikan, kam i lëshu bereqet ati njeri. Nëse kënaqna me dikan, e Allah po të kënaqet me ty nëse sillesh mirë me prindërit e tu, tha, nëse kënaqna me dikan, tha, kam i lëshu bereqet ati. Wa idha baraktu balagati rabi'atu min an-nasli, e unë kur t'i lëshoj bereqet dikujna, për shkak që ajo sill mirë me prindërit e tij, tha, bereqeti i qatis kam ju nal edhe 4 gjenerata mrapa. Edhe 4 gjeneratave nipave, stënipave, shkujnë tash me gjenerat. 4 gjenerata mrapa kam ju shku bereqetin është i sjelljes tonë të mirë me prindërit e tu. Ndërsa Omeri radiallahu anhu, prijesi besimtarëve në kohën e tij, i tha për një njeri që ndëgjoj që kishte myt një njeri, tha: "Walladhi nafsu Umarin biyadihi." Pasha atë në dorën e të cilit është shpirti Omerit. Boni bej Omeri kështu. Tha: "Law kanat ummuhu hayya fa barraha wa ahsana ilayha, arjawtu alla tut'imahu an-nar." Edhe pse ka mbyt njeri, krim i madh është. Ndërsa tha, pasha atë në dorën e të cilit është shpirti im. Sikur ky vrasësi ta kishte pasur njërin prej prindërve gjallë, edhe ti ishte sill fort mirë me ta, kam frikë që s'kishte me prek asnjë tru zjarmi i xhehenamit atë njeri, edhe pse ka mbyt njeri, po veç për shkak sjelljes të mirë nëse e ban me prindërit e tij. Ndërsa disa prej dietarëve të parë, prej tyne njëri u quajt Ebu Zur'a, ka qenë tabi'i, gjenerata e tretë. Ai i than atina që kur janë nisën ai herë me legjeru, Ebu Zur'a imam i madh. Ja nis kemi legjeru. E kur i vike nona e vet,
edhe pse ishte në ligjerim, në plot talebe në zonë sa për para, i vike i thëke, o djoli jam, quhet shkët qiti pulave grënses ju ke qitë, ose kalamëq. Ebu Zur'a i vike, edhe pse ishte të spjegu din, kur i vike urni i nanës, veç i mshelke shpejt, dilke ju qitë ke pulave kalamëq e grën, e pasaj u kthejke të vendi vetë, kështu aje vlerësejke, urdhërin e nanës e ti. Pasaj, Ali ibn Husein, ibn Ali ibn Abi Talib, nipi pejgamberit, alayhis salam, e ka posur, i kanë thënë Zein al-Abidin. Ky ka qenë që është sjell fort mirë me prindërit e tij. E një herë i thanë shokët e tij, o djetari jon, ti na e dim që sillesh mirë me prindërit e tu, po pse nuk po të shohmi kur që ti ulesh në sofër bashkë me nanën edhe me hangër buk? Bashkë me to, se ko qef nona. A di çka ja kthej Zein al-Abidin ky dietar? Ky i tha, unë nuk ulna, tha se kam frikë, mos ndoshta kafshatën që e kopi one, i kanë shku sytë e nonës tem të që ajo kafshat, e ajo ka pos qef me mor, ajo me hangër që të kafshat, e unë pej frikës që me bo me kop, e me hangër unë që të kafshat, që sytë e nonës i kanë shku dhe nona ka pos qef, unë tha me këto mendoj që i kam hin hak nonës tem dhe i kam bo zullum dhe s'ja kam lo drejtën nonës time, për këta ta zguzej me hangër kur të është nona ime aty. Ndërsa një dietar tjetër e ka posur emrin Fadl ibn Yahya. Ky Fadl ibn Yahya ka qenë edhe vezir, minister i Harun ar-Rashidit. Po i rastisin do fartelashik në pasdon atku, edhe i rastisi hinin në burg. Ky me gjithë babën e vet. Po baba i tina, Yahya, ky e kishte pos problem që ai me mor abdest, nuk kishte mujt me mor abdest me ujë ftet. Gjithë herë kish pas mësu vetën e vetë me mor abdes me ujtë në zetë. Mi po tashti, ata rojet e burgit nuk i dhonshin leje këti djallit të Jahjas, nuk i dhonshin leje që me mor dë krone, dishka me koll një zjarm, edhe me janë ze ujnë bomës nuk i dhonshin leje. A disive përrejke kë djetori, kë njëri për i të parve, dhe përrejke e moshke një far ene, shka e kishte ato, edhe të luma, që atë nuk kanë qenë shtu me rrymë, po me lumë, edhe sa i kanë bo dritë ato. Gjithë natën e mojke ujin ofër lumës për mjënze uje që në sabah. Edhe s'le ke heq, gjithë natën e mojke qështu mjënze uje e në sabah mjavo bobës të vetë për me marë abdes. Ndërsa, kur i vdiq nana, Ummu Ejes ibn Muawije, kur vdiq kjo, i thana këti djetarit. Po shumë i që kojtë shumë, po qanë shumë, nuk është etike jotja me qoj që ka shumë, që të vdiq nona yte. Qka ki, pse ka shumë po e smadhen qështjet? Adin si ja kthej, tha, unë e kam këtë qojtën, për shkak se i kam posur bobën non gjallë deri që tashtë. Dy të gjenetit i pota të hapora deri që tashtë. E tashti unë vdiq njona dere gjenetit më mshil. Për këta tha jam duke qojtë, se për të kallohu këna më këty krejt, po përkoj se njona dere gjenetit mua më mshil. Ndërsa, Rabi ibn Khuthejn, një për i djetarëve të parë të hershëm, adin si ve përrejke. Ishte të hesë rrugës, kur e shike për shamu, kur e shike një thejrë në rrugë. U afrejke, o zetë që tonë për heke për hatrit nonës. Do më thonë sevopi dhe t'i shka nonës. E heqke, do sevope sa do këmi shku nonës. Shkejke ma qane e gjojke një guri ose një therë. Shkejke e heke, o zetë, këto për babën. Sunalke, gjithë ditën, edhe pse i këshin vdek prindërit e ti, a i t'i dhonë, s't'i bon sadok për prindërit e ti. Ndërsa, ndoshta në një anit prej neve, ose, mund me thonë një të përgjithshme, neve, kemi harruar, cila është hera e fundi që na kemi bërë një sadaka për nonën, ose prindërit tonë të cilët na kanë shku. Edhe apeso e letë, një guri heqe, sadako shkaton pejgambesëm, besë o zatë sadakën e qisojnë, shpërblimin, qaja nonës, nuk kemi bërë një gjotë, ose atë të gjamija kur dolmi, nuk është qash hargjemi madhë, një gjyserën, një erën, një pes ersh, me shtinja atë, o zatë që tu për nonën, sa vopin qaja nonës. Qëja bobës, mirë po jemi të pakujdes shumë Allahu na falë. Ndërsa Imam Ebu Hanifja, Imam Ebu Hanifja një imam i madhë. Kjo thujke se kërkejke folje shumë për nonën, edhe për bobën. Kërkejke shumë folje. Edhe atë shumë i respektejke së kënë gjallë, por edhe kur vdeqen, a disi i respektejke kur vdeqen ata? Kur vdeqen Ebu Hanifja për çdo muj, sadakon ose zekatin e mujor, që s'ko zekat mujor, për kushtimi e shpo e tham, i dhonke nga 20 dirhem
Për çdo muaj nga 20 dirhem sadak për nanën dhe për babën i çeke. 20 dirhem janë parë të mëdha. 20 dirhem i dhon ke për çdo muaj sadak për nanën dhe për babën. Ndërsa ti one mendoni se kur kanë dhënë herën e fundit, ndërsa tregon gjithashtu Ebu Hanifja, thotë u ndodh ke mu me shku të një dietari asin kohës të Ebu Hanifes. Edhe nona më çeke. E ka posë amin Umar ibn Dhir. Edhe më çeke nona, hajde me shku të çaj. Me shku me pyet që ato për çështje të fesë. Ai kur shkoj thonë me pyet, Ebu Hanife edhe po tregon. Ai më thëke, i thash atij dietarit, nona po pyet për çështje çështë. Ai thëke po ti imam ja ord, unë më të ka dhu ty dia, hoxhës më ka dhu dije. Ai tha nona po pyet. Tha më që po pyeta nona jote Ebu Hanife, gjithçysh ka kam jo përgjigj. E çu përgjigja? Ky pi ka dhënë përgjigja është çështë. Atë më që ka përgjigja çështë, tha tregoj nonës tonë pra që ja pas ka qellu Ebu Hanifja. Çatëherë knaçke nona e tij. Ndërsa Imam Shafiu thot, edhe çfarë për përfundoj. Imam Shafiu thot, sikur të mu kishte leju, dikan me përgoju. Tha kisha me përgoju në nëntime. Pse? Për shkak se tha ai që përgojon, se vopët hupin mu. Ku ta përgojoj dikan, mu mi merr se vopët. Ndi gjykimit, nëse s'ma ban halal deri atëherë, mi merr se vopët. E nëse dikush meriton mu mi marr se vopët e mia, tha, është nona ime, tha. Nëse dikan kisha mujt me përgoju, mu kishte leju, tha, kishta përgoju nonën time, që aja mu mi marr mua se vopët, bili ti dhon se vopët edhe të mijat. Përpiq na t'ja dhon nonës time. Elos Allahun azza wa jalla të na fal të na mëshiron. Elos Allahun azza wa jalla me perindërit tan musliman Allahun xhenetën ata kanë të na bashkan. Elos mi Allahun azza wa jalla atje edhe me pejgamberët të na ata kanë të na bashkan. Aqulu qawli hadha astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.